Në vitin 1996, gati 30 vjet më parë, studentët në Beograd tronditën regjimin e Miloševićit me protesta masive. Sali Berisha, i cili ishte në një krizë të thellë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas manipulimit të zgjedhjeve të majit 96 dhe i izoluar totalisht prej tyre, po kërkonte ku të gjente një shteg që t'ikte vëmendja e SBA-ve nga ai dhe filloi një fushat për të detyruar Kosovën të mbështeste protestat e studentëve në Serbi. Ishte aq këmbgulës në këtë pikë sa kur pa se Ibrahim Rugova e injoroi totalisht, thirri në Tirana Demdemaçin dhe e bindi të deklaronte mbështetje për protestat në Beograd si një shpëtim për Kosovën. Pra në mendjen e tij tani do të zgjidhte problemin e Kosovës duke demokratizuar Serbinë. Kështu mendonte se ishte në një linjë me Perëndimin, që mbështeste protestat dhe eliminonte lidershipin e pabindur të Ibrahim Rugovës ndaj tij, duke zhvendosur vëmendjen nga mungesa e demokracisë në Shqipëri tek mungesa e demokracisë në Serbi, pjesë të së cilës tani konsideronte edhe Kosovën politikisht. Nuk i funksionoi skema, edhe pse këmbguli pafundësisht deri në fillim të vitit 97, duke u përfshirë pastaj dhe në organizimin e protestave të studentëve të Kosovës kundër Rugovës. Në atë kohë protestuesit kishin mbështetje të fortë perëndimore, por brenda Serbisë kishin pak shpresat për mbysnin regjimin në rrugë demokratike. Në ndryshim me vitin 96-97, kur Berisha donte të imitonte protestat e Beogradit në Prishtinë për t'i hequr qafe protestat që po zgjenin në Tiranë, sot ai nuk bëhet dot as me protestuesit dhe as me armiqtë e tyre në Beograd dhe Bukuresht. Sonte në mbrëmje është një panoramë e përmbysur, studentët kanë ngritur Serbinë në këmbë kundër Vučićit, por mjerisht Perëndimi dhe kryesisht SBA janë me Vučićin edhe pse dukshëm protestazh serioze kundër tij. Madje djali i presidentit Trump kritikoi bombardimin e Serbisë nga Bill Clinton, duke e quajtur një përpjekje për të mbuluar skandalet në jetën private. Në të njëjtën ditë, po në Rumani, mbështetësit e kandidatit për president, nën influencën ruse janë në rrugë mes të tjerash dhe si fansa të TikTokut të tij. Aty ndryshe nga në Serbi, bota është e ndarë, Europa është kundër tij, kurse lidershipi i ri i SBA-ve është pro tij. Në Tiranë, Sali Berisha ka dalë me rreth 1000 mbështetës, kryesisht pleq, tu qajnë hallin të rinjve që do të mbyllet TikToku, por nuk din se ç'të bëjnë me protestën e tyre. Ndërsa në Serbi populli është kundër qeverisë, por Perëndimi fatkeqësisht është me qeverinë. Në Rumani Europa është kundër protestuesve dhe SBA pro tyre. Në Shqipëri as populli as Europa as SBA nuk janë me Berishën. Të presim çfarë do të thotë Lascivita për këtë rast. Atë rekomandimin për aleancën me Gjuzin e kishte shumë të mirë.